Më thuaj së pari, çfarë janë këto raketat kineze që të çfarë lloji, të çfarë marke dhe pse janë përshtatur me MiG-29 në Serbi? Po, pandi nuk kaloi pa vëmendje, bëri madje shumë zhurmë për vendosje këtyre raketave në avionët MiG-29 të forcave ajrore të Serbisë dhe bëhet fjalë për raketat faktikisht CM-400 AKG, janë nga raketat kineze me qëllim shkaktrimin e objektive teksor, pra janë raketa ajer-tok dhe lëshohen kryesisht nga avionët MiG-29, siç ka dhe Serbia, ose avionët kinez JF-17, që janë dhe ata avion që mund ta mbajnë këtë lloj raketa. Siç mund ta shohim edhe në krahët e avionit MiG-29, janë këto lloj raketa që janë në fjalë dhe janë vendosur në shërbim nga ana e ushtrisë serbe. Hyrja në shërbim e këtyre raketave faktikisht është në vitin 2012 dhe janë prodhuar nga agjencia dhe kompania shtetërore ushtarake e Kinës, China Aerospace Science and Industry Corporation, janë paraqitur në vitin 2012 ku bën edhe operacionale me ushtrinë kineze. Shpejtësia e tyre varion 3 deri në 4 Mach, por më e rëndësishmja është që kanë dhe një armatim deri në 150 kg. Pra janë armatim konvencional sigurisht dhe objektivi i tyre, siç thash dhe më herët, janë objektiva toksor dhe veçanërisht shkatrimi i radarëve. Janë të pajisur me disa sensorë që quhen anti-radiacion, pasi bëjnë të mundur që këto lloj raketash mos të diktohen nga radarët kundërshtar dhe në këtë formë bëjnë dhe asgjësimin e tyre për të i dhënë mundësi pjesës tjetër të flotës ajrore për të lëvizur me qetësi në zonat e dedikuara. Cilat vende përveç Serbisë kanë këto raketa kineze dhe që i kanë përshtatur ndoshta edhe në avionët e tyre luftarak? Po, deri më tani faktikisht janë 3 operatorë në botë që i kanë këto raketash, është Kina si vend prodhues, Serbia që sapo e përmendëm dhe vendi tjetër është Pakistani. Pakistani madje është dhe vendi i parë që i ka përdorur në një luftim, pasi ishte periudha ku Pakistani ishte në konflikt në 2025 me Indinë dhe raportohet se pikërisht ky vend ka përdorur disa nga këto raketa për ta zgjesuar pikërisht radarët e mbrojtjes së Indis. A përbën shqetësim real për një vend si Serbia për raportin që ka padyshim me Kosovën dhe që nuk është pjesë e NATO-s të ketë këto raketat e t'i përshtas në MiG-29? Sigurisht, këto lloj raketash janë me objektiv sulmues, nuk janë si armatimet e tjera të Kosovës që ka marrë rishtazi në kohët e fundit, si sistemin Hawkeye ose Panzerfaust që janë armë antitanke, Javelin edhe të tjera. Pra kanë qëllime pikërisht sulmin. Pra objektivi është sulmi. Janë sulmi pasi janë për të shkatruar pikërisht mbrojtjen dhe sistemet e radarëve të armikut. Çfarë armatimesh përveç këtyre raketave ka marrë Serbia nga Kina, sepse nuk janë të vetme këto raketa apo jo? Ndër vite faktikisht Serbia ka marrë disa lloj armatimesh nga Kina. Ky që shohim këtu është HC-22, është një nga sistemet antiraketore kineze, por në versionin eksport ai vjen me emrin FK3 dhe pikërisht Serbia është vendi i parë në Europë madje që ka dhe sistemet mbrojtjes tillë. Por në disa armë të tjera që Serbia ka marrë nga Kina është CH-92, është një CH-92A, është një dron faktikisht i lehtë që përdoret për qëllime zbulimi, por edhe për sulm, është i pajisur dhe me raketa të vogla, por më shumë përdoret për patrullim dhe rikondicion. Ndërkohë është edhe një dron tjetër që është dhe më i avancuar, bëhet fjalë për CH-95, që dhe ky është i marrë nga Kina dhe është një dron shumë më i madh se versioni CH-92 dhe ka për qëllim pikërisht asgjësimin e forcave toksore të kundërshtarit.